Në bibliotekën Marin Berleti në Shkodër po zhvillohen një sër aktivitetesh me synim afrimin e të rinjve me librin dhe nxitjen e kulturës së leximit. Prej 2 vitesh në bibliotekë funksionon klubi i librit, ku të rinjt mblidhen çdo javë për të diskutuar mbi libra të ndryshëm, duke ndarë mendime dhe ide mbi leximin. Në bibliotekën tonë kemi aktivitete të cilat shpeshherë dhe publikohen sigurisht në rrjetet zyrtare. Ne kemi një grup të rinj të cilët takohen çdo javë. Diskutohet rreth librave të ndryshëm, rreth për shembull herën e fundit diskutuam dhe njohën edhe gazeta letrare, sepse edhe ato janë pjesë e rëndësishme e fushës së letërsisë. Ka pas dëshirë për pjesëmarrje. Ky është viti i dytë që ne në fakt organizojmë klubin e librit, nëse mund ta konsiderojmë të tillë. Bibliomania e kemi quajtur. Ka dëshirë për pjesëmarrje. Gjatë këtyre takimeve, një nga rregullat kryesore mbetet shmangja e përdorimit të celularëve me qëllim përqendrimin maksimal tek libri, diskutimet që zhvillohen. Them drejtën, rregulli kryesor në momentin që hyhet në sallën ku organizohet bibliomania është dorëzimi i telefonit. Kemi si rregull, është bën një kuti e vogël dhe gjithë telefonat vendosen në kuti aty. Në mënyrë të tillë që ato minuta që janë në dispozicion të librit të jenë totalisht të librit, pa asnjë element që mund të tërheqë vëmendjen përtej librit. Këto nisma vlerësohen si një hap i rëndësishëm për të afruar më shumë të rinjt me leximin dhe kulturën e librit.